Së pari mu më vjen shumë keq, vjen sinqerisht keq për debatet që janë zhvilluar në këtë drejtim, por ju them me përgjegjësi të plotë që ne nuk kemi, si me thënë, kontribuar që debati të shkoj si kur ka shkuar. Ne që është gabim që të merremi me çështje të tilla, përsa kohë faqet zyrtare në rrjetet sociale dhe të tjera janë pronë e institucionit, jo e individit. Me qëllim që ne t'i njoftojmë qytetarët e Republikës Kosovës me aktivitetet e këtij institucioni, jemi detyruar që të hapim faqe të tjera. E di që dikujt ju ka duk teknike, e di që dikush e ka trajtuar si çështje që nuk ka vend për diskutim, por edhe si kryetari i kuvendit, edhe si ushtruese e detyrës së presidentit, e kam për obligim që të kem transparencë në aktivitetet e mia dhe që qytetarët e Republikës së Kosovës të njoftohen me të gjitha aktivitetet të cilat janë nën përgjegjësitë tona. Për shembull, ne kemi pas rastin kur unë kam qenë ministre e drejtësisë, çkado që kemi krijuar, si me thënë, prej momentit kur e kam marrë detyrën, kanë mbet fillimisht e ushtruesi i detyrës zoti Blerim Sallahu, pastaj te ministrja Gërvalla, sepse siç e thash, rrjetet sociale, faqet zyrtare nuk janë të individëve. Ato duhet mbeten si pronë dhe trashëgimi e institucionit. Besoj që është më e pakta, por edhe domosdoshme që ta ruajmë vazhdimsinë dhe që t'i respektojmë institucionet në Republikën e Kosovës.